Në qendër të qytetit të Korçës është zhvilluar një marshim sensibilizues me pjesëmarrjen e 10 grave dhe vajzave korçare në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në moton kontrollohu mos prit, pjesëmarrëset mes tyre dhe përfaqësuesit e institucioneve lokale e personel shëndetësor kanë bërë thirrje për më shumë kujdes dhe kontrolle të rregullte shëndetësore. Specialistët e mjekësisë kanë theksuar rëndësinë e zbulimit të errshëm të sëmundjes, veçanërisht për gratë që kanë faktor gjenetik rreziku si kancer gjiri në familje apo raste të përsëritura në të afërm të ngushtë. Për këtë kategori rekomandohet ekzaminimi klinik i gjirit çdo 6 muaj, si dhe mamografi ose rezonancë magnetike çdo vit, duke filluar nga mosha 25 vjeçe. Marshimi simbolik në Korçë u shoqërua me shpërndarjen e materialeve informuese dhe mesazhe sensibilizuese, me qëllim që çdo grua të ndërgjegjësohet për rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe parandalimit në kohë të kancerit të gjirit.